kështu që mirë do t'ishte ta thoshte në organet po themi ligjvatuese, po disa herë më shumë janë probleme kafenesh, mass media apo po themi në ato trashëtheme të shoqërisë. Avokat, edhe diçka te Balluku, kam edhe një merak nga ana procedurale, nga edhe bisedat e kolegëve tuaj, por edhe djalli ku fshihet tani ku janë detajet. Ka shanse që masa e sigurisë mund t'i komunikohet momentin që Balluku nëse shkon nesër në prokurori, pra t'i komunikohet aty për aty, edhe ndoshta a mund ta mbajnë aty derisa t'i kërkojnë leje parlamentit për imunitetin, pra ndonjë skenar të çmendur shikoni këtu? Jo, është e pamundur proceduralisht. Edhe nëse do kishte një mas, do duhet t'i komunikohet absolutisht parlamentit në rastin konkret, duke qenë se ajo është deputete, dhe më pas do duhet të kryhet procedura. Kjo është e padiskutueshme. Kështu që nuk do kemi këto lloj skenarësh. Nesër, besoj se këto skenare filmi nuk kanë lidhje fare me pjesën procedurale. Në mënyrë absolute nuk përmbahet. Nëse do kishte një masë shtrënguese, ajo do ishte ekzekutuar, siç është në rastin po themi të Zotit Deliaj, të Metës, apo këtë doni ju, po themi në rastin konkret. Kështu që nuk kemi, mund të kishte komunikuar. Nëse do ishte një masë të paraqitur, mund të ishte komunikuar shumë mirë. Pra nuk është se në këtë besoj që kemi të bëjmë me një pjesë, me një procedurë e cila më shumë është komunikim akuzës, sipas mendimit tim, duke qenë se është në prezencë të avokatit. Pra, nëse do ishte vetëm e thirrur vetëm zoja Balluku, në mënyrë absolute mund të ishte si një person që ka djeni për fakte, për vepra penale të tjera, do të jetë thjesht një deklaratë. Por nuk besoj që jemi përpara një situatë të tillë. Për të kaluar tek çështja e Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese, si mendoni që do të mbrohet, se ka qarkulluar sot në media disa lajme edhe për mënyrën e mbrojtjes duke u bazuar tek një raport i Komisionit Venecias për të mos ndërhyrë në pushtetin lokal e tjera që ju i njihni më mirë, duke qenë edhe nga e kaluara. Por si mund të mbrohet dhe sa shanse ka që gjykata kushtetuese t'i japë të drejtë? Shiko, unë kam qenë një nga ata faktikisht që kam artikuluar një opcion të tretë, faktikisht, që ndoshta gjykata kushtetuese nuk do jetë në gjendje që t'i japë një vendim. Pra që do ndahen 4-4. Si mbetet pastaj? Pa vendim çfarë do thotë? Mbetet që ankimi rrëzohet. Pra që do thotë ngjelet në fuqish kërkimi. Kjo do të ishte, më thënë të drejtën, një gjë që unë nuk do ta uroj kur. Unë do doja një vendimarrje të fortë që gjykata kushtetuese qoftë pro apo kundër nuk ka rëndësi. Por ndoshta ikja e njës nga antarët e gjykatës kushtetuese tashmë ka sjellë këto raporte që disa herë pse jo kanë edhe një votim në thonjza politik faktikisht. E keni fjalën për Sonila Abetjen, në mos gaboj duhet qëndrojnë detyrë derisa të vinë tjetri apo është larguar? Tashmë është larguar. Kemi 8 antarë të gjykatës kushtetuese, të cilët ata do të jenë që do të nesër pra do të votojnë. Unë mendoj që mund të jetë skenari i tretë, por opsionet janë këta. Deklarata antikushtetuese dekreti presidentit në të dyja format, dekreti madje edhe në të tretën, në opsionin e tretë, dekreti presidentit tashmë ka rënë, pra do deklarata antikushtetuese, është e padiskutueshme, besoj që edhe një student e vitit parë e kupton këtë në fakultetin juridik. Më pas, mund të kemi që në lidhje me vendimin e Këshillit të Ministrave, mund të kemi që mund të pranohet ankimi i zotit Veliaj, mund të rrëzohet ankimi i zotit Veliaj, dhe është ky skenari 4-4 ku në fakt nuk mundet dot që gjykata kushtetuese pra të japë një vendim. Dhe në këto kushte, duke qenë se nuk shprehet me një vendim, pra nuk mundesh në pamundësi të dhënë vendim, nuk pranohet pra ankimi. Pra kjo është rezultati, kjo është pasojë që vjen pikërisht nga ky lloj votimi që mund bëjë gjykata kushtetuese. Ka ndodhur fatikisht që gjykata kushtetuese të ketë votuar në mënyrë të tillë, në disa raste të tjera, uroj që mos jetë. Nëse tashmë do të pyesni si jurist, të paktën edhe që e kam studiuar goxha këtë lloj situate, por edhe raportin e fundit të Komisionit Venecias, i cili është organ këshillues për më tepër, madje ne jemi nga vendet që drejtohemi më shpesh Komisionit Venecias, do të jenë vetëm raste të ngërçeve të caktuara kur do duhet të drejtohemi. Ai nuk është organ që punon për Shqipërinë, pavarësisht se në mënyrë absolute është pranë Këshillit të Evropës dhe do duhet të japi absolutisht të gjitha rekomandimet këshilluese për të gjitha vendet që bën pjesë.
Por ishte goxha interesant sepse më shumë merrej me garantimin ose më thënë garancinë kushtetuese që duhet të ketë pushteti lokal ndaj cënimit që mund të bëhet nga pushteti qendror ose edhe nga pushtetet e tjera qoftë edhe gjyqësore. Duhet kemi parasysh që Shqipëria është antare dhe tashmë e Komitetit të Rajoneve në Këshillin e Evropës. Duhet kemi parasysh. Do vinë me një mision dha ata. Jo vetëm, por ka aderuar faktikisht në Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore, që është shumë e veçantë, dhe ka pasur gjithmonë qasje, sidomos kohët e fundit, por të cënuar, por të ndërhyrë, po themi, në pavarësi që ka pushtetet lokale. Vendimi i Këshillit të Ministrave nuk do të shikohet vetëm thjesht në kuptimin e një procesi disiplinor administrativ, nëse është dëgjuar apo jo zoti Velie, në cilën kemi një standard të krijuar nga vetë gjykata kushtetuese tashmë. Dhe jo më kot gjykata kushtetuese e ka thirrur zoti Velie që të jetë proces. Pra në mënyrë që të garantohet një proces i rregullt dhe ligjor. Sipas standardit që ka vendosur vetë kjo gjykatë. Por unë besoj që do merret edhe me mënyrën ose me themelin e shkarkimit të zoti Velie nga Këshilli i Ministrave, që do të thotë, a mund të bazohet Këshilli i Ministrave vetëm një propozim të Këshillit Bashkiak, i cili mund të ketë qenë edhe në të drejtën e vet për të propozuar Këshillit të Ministrave për shkarkim. Por nuk mban përgjegjësinë. Përgjegjësinë në mënyrë absolute e mban vetëm Këshilli i Ministrave, i cili do të faktojë, do duhet të analizojë, do duhet të argumentojë, do duhet të arsyetohej në vendim pse është marrë këtë vendim dhe pse qëndron ai propozim. Pse sipas propozimit të Këshillit Bashkiak do duhet të shkarkohet. Pra kjo është sepse në një farë kuptimi ti po çbën vullnetin e qytetarëve, i cili është zgjedhur në votë direkte, në votë thirrje, pra në votë drejt për drejt nga qytetarët. Ashtu siç është zgjedhur edhe parlamenti. Pra dhe deputeti në një farë kuptimi. Dhe nuk mund të thotë, dhe pastaj pyetja tjetër që do duhet të përgjigjet gjykata, pra do duhet ngrihet disa pyetje retorike për të përgjigjur më pas, është fakti që ato duhet të bazohet Këshilli i Ministrave në ndjenjën 62C të ligjit 139/2015 për veçërisë vendore? Apo një vetmi, po themi, e vetmja dispozitë ligjore që mund të mbështetet Këshilli i Ministrave për të shkarkuar një organ të zgjedhur të pushtetit lokal është vetëm në 105 të kushtetutës. Pra këto janë pyetje që do duhet të në themel të japë përgjigje gjykata kushtetuese. Dhe një element tjetër, ai ndjenjë i famshëm 62C është shumë rëndësishëm kur thuhet që nëse nuk paraqitet, po themi, në krye të detyrës për më shumë se 3 muaj, në mënyrë të pandërprerë. Ky element ka të bëjë vetëm për faktin që edhe kur është pamundësi objektive, apo fryma e ligjit ka qenë një tjetër që ka të bëjë kur ti praktikisht detyrën e tashme. Që unë mendoj që është kjo e dyta. Madje kemi thënë edhe në ai është në pamundësi. Është në pamundësi objektive një, sepse në këto kushte edhe një person i cili është në pamundësi, pra mund të ketë një smundje të rëndë dhe nuk mund të paraqitet në detyrë, kjo nuk do të thotë, pra do të thotë që ka arsye. Ai mund të mos paraqitet në mënyrë të pandërprerë për 3 muaj, por nuk mund ta shkarkosh, mund ta propozosh për shkarkim. Apo edhe në kuptimin të një palishmërie tjetër që mund të bëjë po themi një organ tjetër. Pra, në mënyrë të palishme mund të hiqet mundësi e tjera, kupton? Dhe ai nuk mund të paraqitet në detyrë. Pra, kjo pjesa me arsye apo jo, e cila është zgjidhur në rastin e deputetit, besoj që duhet marrë një përgjigje edhe nga gjykata kushtetuese. Dhe të mos harrojmë që në fakt vendimet e gjykatës kushtetuese jo vetëm që janë të detyrueshme për zbatim, por janë të, po themi, të barazvlefshme me një dispozitë të kushtetutës.